Dyshem temën e informacioneve tona, shkojmë tani në Prishtinë, kam Makbule Shkodrën, analisten në këtë lidhje të drejt për ngërçin që vijon në Kosovë për konstituimin për zgjedhjen në fakt të kreut të ri të kuvendit. 11 seanca kanë dështuar, por pas takimin që Albin Kurti pati me kreun e PDK-s Memli Krasniqi, ajo që u vure në 48 orët e fundit është një letër që i ka dërguar zyrtarisht kreut të LDK-s pra vetë Kurti të ule dhe gjenë një marrëveshje politike. Si mund të zgjidhet ky ngërç? Zonja Shkodra, përshëndetje. Përshëndetje, zotëria Gliu. A ka një përgjigje nga LDK-ja, apo ende po shqyrtohet ftesa që është bërë, dërgimi i letrës dhe ftesa që tashmë është bërë publike, që kanë pritur në zyrat e lidhjes demokratike të Kosovës me nënshkrimin e Albin Kurtit? Do të thot prej dje, të gjithë tani jemi duke diskutuar këtë letër që i është dërguar pra LDK-s, dhe kjo është letra e dytë, ftesa e dytë që i dërgohet LDK-s. Ftesa e parë në fakt nuk shkruante se po i ftonin për të diskutuar për koalicion, por i kishte shkruar për një takim konsultues dhe zotri Abdigjiku e refuzoi këtë, duke përsëritur që ata nuk kanë interesim të bashkëpunojnë me vetëvendosjen, kanë interesim që të bëjnë një qeveri ku kryeministër do të jetë zotri Abdigjiku dhe kanë interesim për një qeveri që do të kishte një kozgjatje pra prej 4 viteve, e ne të gjithë po e dim që kjo qeveri nëse formohet tani me numra 61, pra që është minimumi për të kaluar pragun për të bërë një qeveri, do të ketë një kozgjatje të shkurt, vetëm derisa të vijë çështja e zgjedhjes së presidentit, pra diku ka maji i vitit të ardhshëm. Kështu që në ftesën e dytë që erdhi dje, të gjithë unë jam bepasuar, të them të drejtën, pasi që nuk e kuptoj pse duhet i dërgohet përsëri ftesë një partie e cila në vazhdimsi në mënyrë shumë të qartë e ka thënë se nuk voton asnjë kandidat për kryeparlamentar pra nga radhët e vetëvendosjes. Jo vetëm Albulena Agjiun, po asnjë. Nuk është interesuar për bashkëpunim me vetëvendosjen dhe ata e shohin veten në qeveri vetëm nëse e kanë përgjegjësinë e kryeministrit. Kështu që në një farë mënyrë unë e kam lexuar këtë si një mundësi që zotri Kurti po ja jep vetës për të shfaqsuar para elektoratit, pasi që këtu tani më veç ka një irritim mjaft të madh dhe zhgënjim tek qytetarët e posaçërisht edhe tek votuesit e vet lëvizjes vetëvendosje për këtë bllokim, kështu që mendoj që është kjo një nga taktikat e zotrit Kurti për ta shpërqendruar vëmendjen nga ajo që dështimi që po i ndodh tani që tham, pra është 11 herë që dje u mbajt seanca dhe përsëri nuk u arrit asgjë, dhe mendoj që kjo është vetëm një taktik sepse besoj që edhe ai pret që do të ketë një refuzim nga LDK. Fillimisht e kam kritikuar kur u refuzua ftesa e parë sepse në parim mendoj që të shkoni të uleni në tavolinë nuk do të thotë se jeni dorëzuar, me rëndësi është substanca që e diskutoni dhe një gjë më të mirë e bëri PDK-ja, do të thotë ju përgjigj ftesës dhe pastaj doli në një konferencë për media ku tregoi që zotri Kurti nuk është serioz dhe përsëri vazhdon të mbetet pas propozimit të njëjtë. Dhe kjo është një gjë më e arsyeshme sepse qytetarët e kuptuan që zotri Kurti nuk e kishte seriozisht zgjidhjen e situatës. Kështu që tani LDK është penge fjalëve të veta që i ka thënë prej fillimit dhe kjo po besoj që nuk do t'i kthehet për të mirë, sepse elektorati që ka shkuar në vetëvendosje, atëherë me Vjosa Osmanin më shumë t'i shkojnë nga LDK. Dhe LDK në këto zgjedhje arriti të kthej diku 5% të elektoratit të vet, po një pjesë tjetër megjithatë kanë mbetur atje. Dhe sikur të kishin diskutuar, ta kishin pranuar ftesën herën e parë, të ishin përgjigjur pozitivisht, besoj që edhe këta do tregonin që Kurti nuk është serioz dhe ajo pjesë e elektoratit që ka mbetur në vetëvendosje do ta shihte me pozitivitet LDK-n dhe me siguri që gradualisht do të ktheheshin edhe ata në radhët e votuesve të LDK-s. Po, zonja Shkodra, ka një precedent. LDK-ja ndryshe nga partitë e tjera në Kosovë, në të kaluarën ka bërë koalicione pothuajse me të gjitha partitë, me PDK-n, me AK-n e Ramush Haradinajt, me lëvizjen vetëvendosje. Pra, është kjo një domethënie që Kurti i dërgoi pikërisht këtë ftesë dhe ndryshe nga partitë e tjera, brenda LDK-s ne duhet ta pranojmë që ka politikanë, karriere dhe profesora, duke nisur që nga ish kryeministri Abdullah Hoti, pra është, apo Lutfi Azili, është një grup të cilët kanë dhe përballë grupit të ri, që është një grup që
mund t'japi një zgjidhje. Po pajtohem plotësisht me ju, me konstatimet e juaja. Deri më tani LDK ka qenë e njoftur këtu në Kosovë, madje ne i drejtohemi si parti institucionaliste, e cila në vazhdimsi, kur kishte ngërçe të këtilla politike, ajo i dha zgjidhje Kosovës, pra u afrua, bëri ndonjë koalicion, marrëveshje dhe vendi lëvizi tutje. Por ja që këtë herë do të thotë kemi një barikadim, nëse mund ta quaj, të LDK-s në pozicionimin e vet. Megjithatë, LDK për brenda vetes ka politikan karriere të dëshmuar me punën e tyre dhe më herët kishim edhe disa zëra kundërshtimi nga ish kryeministri për shembull Abdullah Oti, i cili publikisht e kritikoi zotrin Abdigjiku duke kërkuar në një farë mënyrë përgjegjësi, pasi që nuk e kishte arritur targetin që kishte premtuar në zgjedhje. Ndodh se kishte dalë më mirë se sa si kishin qenë, por nuk e kishte arritur atë çfarë kishte thënë, kështu që ai mendonte që është më mirë edhe një herë të dilet para Këshillit të Përgjithshëm dhe të mirët pra besimi i tyre. Por në këtë pozitë si janë, pasi që tani sapo e lexova edhe një deklaratë të shefes e grupit parlamentar të LDK-s, zonjës Hykmete Bajrami, e cila është një figurë e shquar në LDK, dhe ajo kishte deklaruar se LDK do të mbetet pra në qëndrimet që i ka pasur, nuk bashkëpunon me vetëvendosjen dhe nuk i voton asnjë kandidat të vetëvendosjes, pra jo vetëm Albulena Agjiun, po asnjë nga lëvizja vetëvendosje nuk do ta votoj për krye parlamentare, dhe kjo për mua është një kritik, sepse të mos e e kuptoj që nuk dëshirojnë të tjerë ta votojnë Albulena Agjiun, ne kemi diskutuar për arsye të shumta. Mirë po, të thuash që nuk e voton askënd, kjo më duket disi e padrejtë, sepse në fund të fundit kushdo që zgjidhet kryeparlamentar ose kryeparlamentare do të jetë edhe kryeparlamentari i LDK-s, dhe ata do duhet të bashkëpunojnë me atë person. Po, zonja Shkodra, as opozita në vetvete, pavarësisht kësaj taktike që përdor Albin Kurti, edhe opozita në vetvete kanë përshtypjen se janë të ndarë në mendime. Për shembull, ju e përmendët, LDK-ja kërkon kryeministrin, PDK-ja kërkon kryeministrin, pra me Bedri Hamzën. Vetëm Ramush Haradinaj nuk kërkon thjesht pjesën e tij te koalicioni, për shembull, kur ndahet qeveria. Pra dhe opozita është pothuajse në të njëjtin stad si Kurti. Po pajtohem plotësisht me ju, po zakonisht kërkesat shkojnë konform fuqisë politike sa e keni në vota, kështu që sa më shumë deputet që keni, me siguri që edhe kërkesat do të jenë më të mëdha, por ja që LDK në një farë mënyrë asnjëherë nuk e bëri të qartë se nëse Albin Kurti dështon, a ka ajo interesim për të bashkuar me ish opozitën për ta formuar qeverinë. Dhe kjo është diçka e padrejtë. Në anën tjetër, PDK ka mbajtur një qëndrim shumë korrekt, ka thënë që nuk ka vija të Po? Okej, kemi një shkëputje, do të rikthehemi sërish. Punë sekondash me Makbule Shkodrën nga Prishtina në këtë analizë mbi situatën e krijuar atje, e pa precedent. Në fakt, në Kosovë por edhe në rajonin e Ballkanit, 11 seanca që zhvillohen për të votuar dhe për të zgjedhur kryetarin e ri të kuvendit dhe nuk arrihet. Kjo ka krijuar këtë ngërç pasi nuk i jepet mundësia le të themi partisë së dytë që të bëjë përpjekjet për të formuar edhe koalicionin qeverisës nëse do t'i bëjë numrat. Nuk ka asnjë ndërhyrje as në gjykatë kushtetuese deri tani, pra nuk është se ka lëvizje të tilla pasi mbetet gjykatës kushtetuese dhe është e paqartë sepse sa mund të vazhdojë dhe në rast se vendoset për zgjedhje parakoshme kush e bën këtë vendim për ta çuar në zgjedhje parakoshme, dhe problemi është në zgjedhje parakoshme do të jetë qeveria e Albin Kurtit që do t'i administrojë pikërisht këto zgjedhje. E kam zonjën Shkodra. Po zonja Shkodra, mund ta vijoni mendimin tuaj. Kërkoj ndjes, kishte një ndërprerje, nuk e di. Por po dua të them se në situatën ku jemi, tani shteti në Kosovë është i bllokuar prej institucionit më të lartë që është Parlamenti i Kosovës dhe nuk kemi institucione të tjera, sepse kjo qeveri që është në detyrë ka kompetenca të limituara dhe Kosovën po e presin detyra shumë të rëndësishme
ndryshme, ndërto për shembull na tani më nuk jemi në agjendën për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës, 880 milion që janë ndarë nga BE për reformat që duhet të bëhen, nëse nuk tërhiqen deri ka mesi i qeforit, ato mund të rishpërndahen, sepse marrëveshja duhet të ratifikohet në kuvend, e mos të flasim për problemet e brendshme me rritje të çmimeve gjitha këtyre. Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo situatë zgjidhet. Në Kosovë mjaft shumë po flitet se si të shkohet tutje, madje po përmenden edhe zgjedhjet, edhe pse unë mendoj se zgjedhjet nuk duhet të jenë opsion, sepse nëse shkojmë në zgjedhje dhe arrijmë përsëri në situatën e njëjtë, ne do ta kemi përsëri ngërçin politik. Prandaj është shumë e rëndësishme që tani presidentja, e cila ka do të thotë kompetencë ti drejtohet gjykatës kushtetuese, po pse nuk e bën presidentja për shembull, ja këtu dua të dalë, sepse këtu duhet një vendim i gjykatës kushtetuese, se edhe në zgjedhje nuk e si shkon. Nuk e si shkon, sepse edhe po të shkosh mund të arrish në rezultatin e njëjtë, pra ti nuk e ke zgjidhur problemin që e ke, këtë ngër që e kemi, sa herë mundet partia fituese ta propozoj dikë e të dështoj. Prandaj kemi nevojë për qartësim të kësaj situate dhe unë pres që presidentja sa më shpejt i drejtohet gjykatës kushtetuese. Po besoj që ajo do t'i ftoj së pari kryetarët e partive politike në një takim konsultues, e pastaj nëse e shet që nuk ka kurfar konsenzusi, ka nevojë që të drejtohet gjykatës kushtetuese për të qartësuar këtë ngërç, këtë procedurë ku kemi mbetur, sepse nuk kemi kohë për të humbur. Ajo që po humbim e që është më e shtrenjta është koha. Kështu që në anën tjetër, përveç presidentës, gjithashtu nuk e shoh pse 10 deputet të cilët e kanë dhënë betimin, sepse në momentin që e jep betimin mund ta ushtrosh funksionin dhe kanë kompetencë për të dërguar një kërkesë në gjykatën kushtetuese. Pse nuk e bëjnë deputetët këtë për shembull, deputetët e opozitës, presidentja edhe duhet ta kuptojmë se është ku t'ja prishin në këtë moment se i duhen votat, se mund të po është ta themi hapur, ajo mund të rikandidojë sërish zonja Osmani dhe e ka të vështirë të ulet dhe t'i thrasë partitë politike. Po këtu po dalim në rtil, se çdo herë, sa herë që politikanët i vejnë përpara interesat e veta personale, pra duke menduar për karrierën e tyre politike, për zgjedhjet e ardhshme, si do duket kjo të votuesi, gjithmonë kemi situata të këtilla. Ne ende do të thotë nuk pam këto ditë të kemi do të thotë politikanë, në këtë rast kritika kryesore i shkon partisë fituese, zotrit Albin Kurti, që të flas e të mundohet të bëjë zgjidhje. Dhe ky është problemi që ne, kjo është arsyeja pse jemi në këtë ngërç. Dhe unë pres dhe nuk e kam as vetë të qartë, pse 10 deputet që kanë mundësi të dërgojnë një kërkesë në gjykatën kushtetuese nuk e bëjnë një gjë të tillë. Pse? Si duket, edhe ata në një farë mënyre po presin të gjithë fajin që zotri Albin Kurti, partia e tij ta zgjidh, mirë po megjithatë nëse dëshirojnë, kanë mundësi. Gjykata kushtetuese, sepse këtu shpesh po komentohet që mund të marrë kohë që gjykata kushtetuese ta zgjidh këtë çështje, që unë nuk pajtohem me këtë, sepse gjykata kushtetuese në rrethana shumë specifike, e këto janë rrethana specifike, të cilat po e dëmtojnë shtetin e Kosovës, po besoj që ajo në kohën optimale shumë të shpejt do ta kthejë një përgjigje dhe një herë për gjithmonë ta kemi të qartë se si duhet të shkohet kur partia fituese e propozon të njëjtin kandidat 11 herë, dështon dhe e mban peng jo vetëm kuvendin, por gjithë shtetin dhe gjithë qytetarët e Kosovës. Zonja Shkodra, ju falenderoj për këtë analizë, si gjithmonë kënaqësi, ditë mbar. Faleminderit. Ishim me Makbule Shkodrën, analiste në Prishtinë mbi situatën politike që është krijuar atje. 11 seanca kanë dështuar për të zgjedhur kreun e ri të parlamentit, është i njëjti emër, Albulena Axhiu, ministre e drejtësisë në qeverinë Kurti, ku vetëvendosje propozon këtë emër, por që nuk pranohet. Partitë e tjera politike në fakt janë shprehur se jemi të gati të votojmë për shembull AK, Ramush Haradinët, një emër tjetër dhe jo emrin e Albulena Axhiut. Ka krijuar një ngërç pasi sipas Kushtetutës Kosovë, është partia që dele para, që është vetëvendosja, ka të drejtën pra të propozojë ajo kryetarin e kuvendit. Dhe pikërisht kjo gjë i ka lejuar pra Albin Kurtit të këmbgulte i njëjti emër.